Kërë një farë grupën këjtat analizën që e bon ti. Faktori nish është faktori Amerikë, që mund mu pozime ndërhy, që zakonisht. Edhe ju s'moni me moru. Dhe faktori dytë është faktori vjus që ju s'pjeshtini nas një kalkulim që t'ja ka njës kalkulime të hatashme. Hajde. Që ka ndodhë. Faktori Amerikë ju e dini që Përzijët. Edhe unë përbesej që përzijët. Greni edhe thot, bajte ju opozita se Albin Kurti është armeke Amerikës. Okej, super. Që shë zgjedhe presidentin. Përzom që Amerika i thot opozitës bashkohuni bërë një qeveri se për të me juve. Përzom, kjo hipotetike po hajde. Problemi është që kjo qeveri nuk bëhet pa mbështetje të plot 4 vjet të Amerikës, pa nol, pa ja do që thëjnë, me infuzione financiare, me gaz amerikan, me Gjavelina e këto qudat tjera, edhe mbi të gjitha, me premtu një qeverie hipotetike të opozitës Donald Trump, që mëna vitit ka me u normalizu marrëdhënia me Serbinë dhe flamu i Kosovës ka mu qunë Beograd, ose dhe ka krejt mu ju njoft, kjo qeverie opozitës jeton 4 vjet të kësy shotën. Pa Amerikën, as Albinis mund me mbjetu, edhe pse ka nuk më rabon. Kupton e vërqit sen. Dhe dyta, faktori vjus, në ora 10 dje, shkruan status për i Glogjonit, epopeja Dugagjinit. Mas 5 orëve, i bjen dërmend kumaloja presidentes, zotit Kurti, edhe e madhnon Ramush Haradinaj, komandanti i opopes maj sukseshmi, 2 herë plagos gjatë ditës, mas 20 vjetëve e o nërmen me lavdu Ramush Haradinaj, në mandë për me i dhonë sinjal zonjës Osmani që e ta kështu jemi zhjë cilë e morëm Ramush Haradinaj. Kështu që ma ka dalë, sepse vjosa mund me shti në lojë gjokerin me nëzirë pej mange, ju dini që nëzirë gjokeri, listën Guzo. Unë e menoj që ajo konë t'i kim me leviz listën Guzo hala. Dhe qka nëse nëzirë listën Guzo për i veveshe që në ka faktori opozita? Zoti Matoshi, vetëm pak. Sepse opozita ja ka ndonë votat. Matoshi me Guxoni ka ndarë rrugët. Shiko, nuk hahet këtë që ka fluturën, thot populli Kosovë. E vërtet është pa i ka ndarë rrugët, sepse ka patër zhvillime. Ju me gjithat keni me pranu një sen që vjosa është faktorizu. Vjosa të mund din me lujt kjo lojt atë momenteve të fundit atashu. Vjosa mund të luaj me LDK-n, shembol. Jo, po me opozitën. Me LDK-n s'munët kushtem. Qa po fitoj LDK-ja? Lishtë Guzo, Vjosa i kontrolon një nga një dhe situaci. Qa fitoj LDK-ja? Mund të fitoj Vjosa Osmanin. Lishtë Guzo, Zoti Zadiku. Ajo sa s'po fitoj LDK-ja. Lishtë Guzo e kontrolon Vjosa Osmanin një nga një dhe situaci. Nuk është e vërtet. Më raportet mira ka presidentja me Albin Kurtin se sa ka me Donika Kërvolle. Jo. Shiko nuk, qka dalin për gazeta,